Me njëherë pas i ka ndodhur përplasje, automjeti i 4 të rinjve ka shpërthyer në flak dhe një patrull policie e cile ka qenë duke patrulluar në zonë, ka konstatuar aksidentin e rënd dhe ka lajmëruar me njëherë shërbimit zjarfikës. Fillimisht ka ardhur shërbimi zjarfikës si fushkrues, i cilët e kanë pasur të pamundur për të shuar zjarrin në automjet, më pas i kanë ardhur ndihmë zjarfikëse nga Tirana, të cilët kanë bërë më pas të mundur fikjen e zjarrit në automjet. Sipas burimeve nga grupi hetimor të komunikimeve zyrtare me policinë e Tiranës, dyshohet që përplasja ka qenë shumë e madhe dhe si pasojë që makina ka qenë me një pjan gazi, pra benzin gaz, ka shkaktuar edhe flakën duke sjellë dhe humbjen tragjike të jetëve të 4 të rinjve. Igli Maj, sa mund të kuptojmë apo informacione që mund të kemi, falni edhe nga policia, a mund të ketë patur ndonjë tentativ para kalimi nga automjeti i të rinjve, i cili duhet thënë që ishte me një farë shpejtësie, nuk dihet ende se sa. Por për të kuptuar më tepër se si ka ndodhur kjo përplasje, siç e përmende, betonierja ka dalë nga pika e betonimit dhe ka ecur në një distancë të shkurtër në rrugë kryesore, apo jo? Aty ku nga pas ka ardhur dhe automjeti i të rinjve. A flitet për një tentativ parakalimi apo thjesht ka qenë shpejtësia e automjetit që ka shkaktuar dhe përplasjen? Policia po heton të gjitha pistat në sida, siç e the dhe ti, makina e betonierës sapo ka ardhur pra nga pika e betonit, ka ecur rreth 30 metra, që duket nga pamjet nga vendi i ngjarjes, dhe më pas është goditur nga automjeti ku udhëtonin 4 të rinj. Policia po heton nëse betonierja pra ka pasur sinjalistik, ka pasur shtopa nga pas, edhe pse është një zonë e cila ka ndriçim, në vendi ku ka ndodhur ngjarja nuk ka ndriçim, dhe si duket 4 të rinj nuk kanë parë lëvizjen e betonierës e cila është futur në rrugën kryesore, pasi ka dalë nga pika e betonit. Por për tentativë parakalimi ende nuk ka një pistë hetimi pasi është goditur. Që të bashkë bisedojmë në mënyrë që të kuptojmë më tepër nga ky aksident. Çfarë ndodhi, Igli? Igli, më dëgjon? Për një moment kaloi një automjet pas grupit të xhirimit në sida dhe kishin të pamundur të raportonin. Jo, e qartë, sepse u kuptua dhe nga pamja dhe shkaktoi trembje. Për publikun, po e them edhe një herë që nuk ka pasur tentativë parakalimi pasi përplasje e automjetit, pra kanë qenë duke udhëtuar 4 të rinj. Ky fakt po hetohet pasi aksidenti ka ndodhur vetëm 20-30 metra nga momenti që betoniera është futur në rrugën kryesore. Siç duhet nga pamja drejt për drejt, kjo është rruga që betonierja ka ardhur nga pika e betonit dhe është futur në rrugën kryesore dhe pas 20-30 metrash është goditur nga automjeti tip Benz ku udhëtonin 4 të rinj. Siç e thash, policia po heton të gjitha pistat për tentativë parakalimi. Nuk është një pistë e cila po hetohet pasi është goditur në mënyrë ballore automjeti i betonierës nga 4 të rinj dhe në pjesën e djathtë të rrugës. Betonierja ka përfunduar në pjesën e djathtë të rrugës, po ashtu dhe makina ku udhëtonin 4 të rinj. Nëse do parakalonte, do ishte në pjesën e majtë të krahut të betonierës, në pjesën e majtë të rrugës. Por policia po heton të gjitha pistat. Policia po heton të gjitha pistat, ka shoqëruar shoferin e betonierës në komisariat, i cili është duke u marrë në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore të qarkullimit rrugor rreth shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti të rënd, sa i përket 4 të rinjve, 2 nga të rinjt janë vëllezër, njëri është kushërin, cilët janë viktimat të cilët janë nga Borizana, Enedi Laçi, Erildi Laçi, Enriket Kurti dhe Andi Laçi. Këto janë 4 viktima të cilët fatkeqësisht humbën jetën, të moshës 20 deri 25 vjeç me banim në Borizan, sipas informacioneve nga policia, kanë qenë duke u kthyer dhe duke shkuar në shtëpi pasi është aksi rrugor që të çon drejt fushkrues dhe fshatit të Borizanës, por fatkeqësisht ndodhi ky aksident kaq i rënd duke marrë dhe jetën. Po, e qartë. Igli, qëndrojmë edhe pak, lutem, dhe puntojmë më tepër tek ajo çka duhet kuptuar më shumë. Sigurisht po vijojnë hetimet lidhur me këtë aksident, ndoshta do të kemi informacione më të qarta nga ana e policisë dhe grupi hetimor, por të lutem, që nga momenti që ka dalë betonierja, dua të flasim pak këtu për pjesën e sinjalistikës, nëse ka munguar apo jo, pra për të theksuar edhe një herë, sepse distanca nga dalja në rrugë kryesore dhe aq sa ka ecur është e pakët 30 apo 50 metra, apo jo, një kohë shumë e shkurtër kjo, kur bëhet fjalë për një rrugë kryesore. Këtu dua të qëndrojmë pak për ta sqaruar edhe një herë, të lutem.
Po njësida e gjithë aksi rrugor ku ka ndodhur aksidenti, është një aks rrugor i cili nuk ka ndriçim. Policia po heton nëse betonierë në pjesën e pasme ka pasur sinjalistik, pra ka pasur stopa, pasi po heton edhe mundësia që të rinjt mund të mos kenë parë lëvizjen e betonierës, pra futjen e betonierës nga pika e betonit në rrugën kryesore, dhe kjo është dhe pista kryesore, të rinjt nuk mund të kenë parë pra momentin që betonierja është futur në rrugën kryesore, dhe e gjithë zona pra nga momenti që betoniera është futur në rrugën kryesore dhe deri sa ka lëvizur rreth 20-30 metra, nuk ka drejtësim, nuk ka ndriçim, dhe për këtë arsye po hetohet dhe pista që të rinj mund të mos kenë parë lëvizjen e betonierës dhe duke lëvizur me shpejtësi, pasi është një rrugë e drejtë ku automjetët lëvizin me shpejtësi mbi 80 km/h, dhe gjatë kohës që po raportojmë shohim që makinat lëvizin me shpejtësi mbi 80 km/h, pasi është një rrugë e drejtë dhe në momentin që ka ndodhur dhe ngjarja mbrëmjen e dieshme, nuk ka pasur patrullime të policisë rrugore, por ka qenë një patrullë e rendit e zakonshme, e cila e ka dëgjuar përplasjen, ka qenë rreth 1 kilometër larg dhe më pas ka mbërritur në vendin e ngjarjes, duke parë atë ngjarje të rëndë tragjike ku 4 të rinj humbën jetën si pasojë e përfshirjes nga zjarri të automjetit. Ende po hetohen shkaqe sepse automjeti ka marrë flag, por dy janë shkaqet kryesore, përplasja e fortë me betonierën dhe makina ishte me impiant gazi. E kuptoj. Igli, edhe diçka të fundit, sepse nga informacionet e një pasnjëshme që sjell në redaksi, thekson edhe faktin që trupat janë nxjerrë me vështirësi nga automjeti apo nga ajo çka po mbetej nga automjeti sepse ishte i gjithi në flak, apo jo? Po, është e vërtet. Njësida fillimisht sapo ka mbërritur patrulla e cila ka qenë duke patrulluar në zonë, ka parë aksidentin e rënd, ka lajmëruar policinë rrugore, po ashtu edhe shërbimi zjarfikës të fushkrues dhe më pas të Tiranës, pasi shërbimi zjarfikës i fushkrues e ka pasur teje të vështirë për të hapur dyert e automjetit, pasi ishte përfshirë i tërë në flak. Menjëherë sapo ka ndodhur përplasje, automjeti është përfshirë në flak, përplasja ka qenë shumë e fortë dhe e kanë pasur të pamundur nxjerrjen e trupave nga makina, dhe në një video e cila është shpërndarë në rrjetet sociale duket momenti që makina ka shpërthyer në flak dhe efektivet e policisë po filmojnë momentin që makina është në flak dhe është përplasur pra me betonierën dhe nuk kanë mundësi që t'i japin ndihmën e parë pra të rinjve që ndodheshin brenda në automjet. Për t'i dhënë ndihmën e parë, e cila është kryesore në një ngjarje, një aksident të rënd, duket momenti që policët janë duke filmuar makinën dhe jo nuk po japin ndihmën e parë pra të aksidentuarve, për shkak se makina ishte e shpërthyer e gjitha në flak. Është pritur shërbimi zjarfikës i fushkrues, i cili e ka pasur të pamundur nxjerrjen e trupave menjëherë nga automjeti tip Benz, i cili ishte me impiant gazi, dua ta themi, dhe më pas ka mbërritur shërbimi zjarfikës i Tiranës, me ndihmën e tyre është bërë e mundur dhe shuarja e flakëve në automjetin e përfshirë në aksident dhe nxjerrja e trupave të pajet, fatkeqësisht 4 të rinjve të moshës 20 deri 25 vjeç, të cilët po udhtonin dhe po shkonin drejt banesës së tyre rreth orës 23:50. Igli, edhe diçka, 3 viktimat që kanë mbiemrin e njëjtë, Laçi, tjetri me mbiemër Kurti, lidhja mes 3 parëve? 2 nga viktimat janë vëllezër, ndërsa tjetri është kushëri, ndërsa viktima tjetër, Enriket Kurti, është i afërm dhe shok i viktimave. Faleminderit shumë. Viktimave të tjerë, të cilët 2 janë vëllezër dhe njëri është kushëri i tyre. Faleminderit shumë Igli për informacion.